Mario Zanaj është shembulli një njeriu të talentuar dhe të mirë formuar, i cili edhe pse u diplomua dhe ndërtoi karrierën e tij në Itali, vendosi të rikthehet në vendlindje për të investuar në Vlorë. Pas një eksperiencë të gjatë profesionale në Shtetim Qinj, ai hapi servisin e tij, Auto Garage Zanaj, një emër që sipas tij synon të sjellë standarde dhe frymë europiane në shërbimin ndaj klientëve. Mario Zanaj u largua nga Shqipëria në vitin 1997 drejt Italisë. Ai tregon se përshtatja me jetën atje nuk ishte e vështirë për të që u largua qysh fëmijë dhe se shumë shpejt nisi të ndërtonte rrugën e tij drejt suksesit profesional, edhe pse jeta për familjarët ndoshta do të ishte paksa e vështirë. Unë u largova nga Shqipëria në 98, isha në moshën 4 vjeç dhe u larguam për trazirat që ishin atë kohë. Sa kishte mbaruar lufta civile në 97-ën, edhe familjarisht mori vendimin babi që u larguam drejt Italisë. Kur erdhëm në Itali, normale që ai ndryshimi me Gdiak ndihesh, se komplet një ambient tjetër, zhvillim tjetër, një mentalitet tjetër edhe të njerëzve. Edhe gjatë kalimin e kohës, pastaj ju përshtat ambienti se isha edhe shumë i vogël, kështu që normale duke u rritur aty ju përshtata në mënyrë pothuajse perfekte në ambientin e Italisë. Gjatë qëndrimit në Itali, Zanaj vazhdoi studimet dhe u diplomua në degën e mekanikës. Pikërisht gjatë kësaj periudhe, ai mori një ofertë pune nga një prej koncesionarëve më të njohur të Fiatit. Për kushtimin dhe puna e tij bën që brenda 17 viteve të ngjitej në disa nivele të karrierës deri në pozicionin e drejtorit të servisit. Una u diplomova në moshën 18 vjeç në shkollën, se aty është 5 vjeçare shkolla e mesme, edhe u diplomova për mekanik, perit mekanik i thonë ata andej. Gjatë kohës së studimeve, ky koncesionari Fiatit më kishte bërë ofertë pune mbas shkolle. Dhe kur mbarova pastaj studimet që u diplomova, unë kisha ndërmend të shkoja në fakt të vazhdoja universitetin, po më bërën një ofertë pune ata dhe e lash, u diplomova dhe u lidha direkt me Fiatin. Aty kam 17 vjet që kam punuar, madje fillova si ai fëmia i vogël që mban dritën mekanikëve më moshatar, domethënë më me eksperiencë, dhe mbarova si drejtor servisi në korrik të 2025-s. Përfundova që dhash dorëheqjen se erdha këtu, domethënë. Megjithatë, dëshira për t'u rikthyer në Vlorë nuk u shua kurrë. Ai tregon se prej vitesh ndiqte nga afër zhvillimet që po merrte qyteti dhe kjo i bindi se kishte ardhur momenti për të investuar në vendin e tij. Në fakt kisha disa vite që po e mendoja këtë gjë, se duke parë edhe zhvillimin që po ndodhte në Shqipëri dhe sidomos në Vlorë që është qyteti im, fillovi më të riqte se unë gjithmonë kam marrë çdo vit për pushime. Edhe patjetër që edhe qyteti ka qenë gjithmonë shumë qytet i bukur, por zhvillimi edhe mundësitë e punës, zhvillimi ekonomik më të roqi që të kthehesha. Dhe në fund, në janar të 2025-s fillova që e mendova këtë gjë, që thash do e marr këtë vendim tani dhe avash do filloj të spostoj, domethënë të lëviz dhe të hap servisin. Krahas suksesit profesional, Mario Zanaj ka krijuar edhe familjen e tij. Së fundmi ai është fejuar dhe konsideron rikthimin në Shqipëri si një hap të rëndësishëm, jo vetëm për karrierën, por edhe për jetën personale. Duke ndërtuar një biznes të konsoliduar, deshja edhe të ndërtoja një familje të konsoliduar dhe kam pat fat që kam njohur një njerëz këtu edhe ka pak kohë që jam fejuar po. Në fund të intervistës, Mario Zanaj përcjell edhe një mesazh për shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, duke inkurajuar të shohin mundësitë që ofron Shqipëria dhe të mendojnë për rikthimin e tyre. I bëj thirrje të gjithëve që janë jashtë shtetit, që kanë base një ide biznesi, një punë që nevojitet tu që ka mungesë, të kthehen se standardet janë shumë të mira, punë ka goxha, ekonomia është në njëna ekonomitë base më shumë në rritje në gjithë shtetet që janë në zhvillim në Evropë dhe ardhmja jonë dihet që është në Evropë, kështu që patjetër më mirë ta kaloj jetën time në vendin tim se sa të ri gjithë kohën jashtë shtetit në vende tjera. Kështu që patjetër që jam shumë i kënaqur dhe i bëj thirrje të gjithëve ta shijojnë çik këtë Shqipërinë tonë që jemi larguar para shumë vitesh edhe të kthehemi prapë në atë. Sipas Zanajt, përvoja e fituar jashtë vendit e kombinuar me mundësitë që po krijohen në Shqipëri mund të shërbejë për zhvillimin e mëtejshëm të vendit dhe për ndërtimin e historive të reja suksesi.